Nëna e 3 fëmijëve bëhet gruaja e parë ekstraduar nga Britania në Shqipëri. Një nënë shqiptare me 3 fëmijë, përfshirë një foshnjë të sapo lindur, është bërë gruaja e parë që ekstradohet nga Britania e Madhe drejt Shqipërisë për të vuajtur një dënim e burg. Mediat britanike raportojnë se Liria Delishi, 25 vjeç, urdhërua për të kthyer në atë nga gjyqtari britanik John Zani, i cili vendosi se interesi i Mbretërisë së Bashkuar për të mos e konsideruar stres sigurt për kriminalët ishte më i rëndësishëm se pretendimet e saj për shkelje të drejtës familjare sipas Konventës Europiane për të drejtat e njeriut. Autoritetet shqiptare kishin kërkuar ekstradimin e Delishit për të vuajtur një dënim 4 mujor pasi ajo kap në vitin 2019 duke përdorur një pasaportë re me rumune gjatë një fluturimi nga Tirana drejt Romës. Në seancën e ekstradimit në Londër, Delishi argumentoi se ndarja nga bashkëshorti i saj Edmond dhe 3 fëmijët, mes tyre një i porsalindur, do të kishte pasoja të rënda për familjen. Edmondi, i cili sipas The Telegraph drejton 2 biznese në Britani, një kompani ndërtimi dhe një lavazh makinash, dëshmoi se mund të detyrojë të mbyllte njërin prej tyre për të kujdesur për fëmijët. Megjithatë, gjyqtari Zani theksoi rëndësinë e respektimit të detyrimeve ndërkombëtare të ekstradimit dhe deklaroi se vetëm vështirësitë financiare nuk mjaftojnë për të penguar një vendim të tillë. Aktualisht Liria Delishi ndodhet ende në Britani në pritje të apelimit vendimit, por pritet që dënimin ta vuajë në burgun e grave të Pojskës Pogradec. Delishi kishte lënë Shqipërinë menjëherë pas studimeve për të bashkuar me partnerin e saj në Britani. Ajo tha se familja e saj është shumë e turpruar nga kjo ngjarje, duke shtuar nuk vi nga një familje që ka pasur ndonjëherë probleme me ligjin.